Gjithmonë më shumë turistët po kërkojnë destinacione më pak të njohura dhe më të qeta, që ofrojnë bukuri dhe pasuri kulturore, pa barrën e turizmit masiv. Destinacioni që ka tërhequr vëmendje të konsiderueshme vitet e fundit është Shqipëria. Konstatimi vjen nga revista prestigjioze e udhëtimeve Travel and Tour World, që vijon të rendis vendin ton si një perlë turistike të Evropës juglindore, e cila po përjeton një rritje të popularitetit, veçanërisht mes vizitorëve të etur për përvoja autentike. Kombinimi i bukurisë natyrore, çmimeve të përballueshme dhe atmosferës mikpritëse të vendit po e shndërron atë në një alternativë popullore për turistët e lodhur nga turmat e mëdha dhe kostot e larta të destinacioneve më tradicionale evropiane. Peizazhet natyrore të Shqipërisë luajnë një rol të madh, nga plazhet e saj të pastra përgjatë deteve Jon dhe Adriatik deri te malet dhe luginat e saj të gjelbra. Shqipëria ofron një gamë të larmishme mjedisesh si për adhuruesit e natyrës, ashtu dhe për kërkuesit e aventurave. Vizitorët mund të eksplorojnë shumë plazhe të pacënuara të vendit dhe shpesh jo të mbipopulluara, krahasuar me destinacionet e tjera bregdetare të mesdheut. Qytetet e Shqipërisë si Tirana dhe qyteti i trashëgimisë botërore të UNESCO Gjirokastra janë shtëpi të vendeve historike dhe monumenteve që shfaqin të kaluarën interesante të vendit. Një nga faktorët më të rëndësishëm që nxit rritjen e popularitetit të Shqipërisë është përballueshmëria e saj. Nga akomodimet e lira dhe deri tek ushqimet, vizitorët mund të përjetojnë pushime me cilësi të lartë pa shpenzuar shumë, gjë që e bën Shqipërinë veçanërisht tërheqëse për turistët e rinj dhe nomadët digjital, të cilët kërkojnë një alternativë më të përballueshme kundrejt destinacioneve turistike më të shtrenjta në Evropën perëndimore, shkruan prestigjozja e udhëtimeve Travel and Tour World.